Përshëndetje, unë kam dalë te balkoni dhe është duke u errësuar tani, ora është 7:15 e darkës, edhe zjarri po fle. Jam në balkon me Angelon dhe po pim një B52 që na ka ardhur nga Shqipëria sepse këtu nuk ka. Këtu ka vetëm Red Bull edhe gjëra të tjera dhe na kishte marrë shumë malli për këtë, po tani që po e pi, po kuptoj që ka të njëjtën shije me Red Bullin. Po më duket njësoj. Unë jam lyer sot sepse kisha dal, sepse sot është edhe Bajram, ndërkohë që unë po filmoj, edhe sot unë do rregulloj këtë balkonin këtu, siç ju kam thënë edhe në videon më përpara, është balkoni për të cilin do bëj video për në Instagram, me Get Ready With Me me veshje, edhe do ta rregulloj tani me produktet që më kanë ardhur nga Temu. Nuk e di nëse do mundem do ta mbaroj sot. Për të filmoj tani do ndes dritën sepse po errësohet. Duhet të vë perdet, por do t'i hekurosi çka ke Angela. Angela ndërkohë po më dëgjon mua, edhe qesh aty në prapaske. Thoj përshëndetje njerëzve. Përshëndetje. Telefoni këtu. Edhe çfarë po thoja? Edhe po thoya që perdet si kam hekuros akoma, po ato janë tyli holl. Edhe mund t'i bëj shumë me dysh, po. Edhe mund t'i hekuros direkt. Tjetër, që kam? Do montoj tavolinën që është shumë e thjesht. Po që e parë që të bëj është do ndes dritën këtu. Ta kisha ndjetur që tani të bëja mirë. Ose po rridhe pak sa të errësohet. Kjo pjesë, ky balkoni është i gjithi me xham, siç duket kështu poshtë. Nuk ka ndonjë pamje shumë të bukur. Njerëzit jashtë neve nuk na shohin sepse ky është nuk e di, është do pijama duket, nuk e di si mund të quhet, por nuk është pasqyrë. Por ne i shikojmë të gjithë këtu. Tani do montoj pak tavolinën e vogël që ka ardhur. Kjo është kallçuk. Është veç sa për bukurinë. Njëra që nga shtypur, e ka materialin shumë të dobët, sepse këtë tavolina ka bërë vetëm 4 ose 5 euro, diçka e tillë se se mbaj mend. Si është? Kështu është. Këto e mora veç për dekor dhe të vendos në një libër ose qiri sipër. Por që mund të mbaj diçka. Prit se ka marrë, nuk ka mbaruar. Kjo për fëmijët e vegjël është shumë e lezetshme. Kur të rritet edhe në qik zjarri të lozi këtu me makina. Ose ta shkaravi si të bëj që të doj. Shikoni. Është si lule. Okej, u bë. Është edhe tavolina për të vendos një pije. Shikoni që më bam. Po vendos edhe një libër. Këta. Po të vendos edhe qiri ndonjëri shumë bukur. Okej, kjo montua shumë kollaj, tani kam për të bërë atë hekurin që do mbaj disa rroba. Ai është ngjyrë i zi. Mos gaboj? Po. Edhe do ta montoj tani direkt ata.
Po e lej njërë këtu tavolinën. Këtu brenda është edhe rafti që të mbaj rrobat. Edhe këtu vetë shumë i thjesht për të montuar. Është vetëm kështu. Duket shumë i vogël. Ka shumë gjëra kështu. Ndoshta më vonon pak. Duhet t'rregoj edhe balkonin si është tani. Është pak rrëmuj aty sepse i kam lënë të gjitha në tokë. Do ju t'rregoj edhe përfundimin, po përfundimin do ju t'rregoj nesër kur të vendos perdet, sepse perdet më duhet që t'i hekuros pak. Edhe nuk besoj t'i vë sot. Për nesër në mëngjes është i mbaruar, gjithsesi unë do ta filmoj të gjithën te kjo video. Dhe do ju t'rregoj edhe se si do dali. Kjo është edhe letra. Është kështu. Është kjo gjëja këtu pa rroba, se rroba do t'i vëmë. Mirë është të vinte me rroba, po. Ka problem. Ja. Është kjo. Thjesht do më duhet. Si është kjo? Kjo është shumë e vogël. Okej, do ta montoj tani. Tani kam këtë hekurin edhe këta. Këto më duket se do të vetë 2 copë. Kështu. Pa. Sa i gjatë është kjo? Nuk e që nga shumë e vogël. Sa metra i bje ka që në qëllo? 1,5. Të rëzisht? O, që jam e gjatë. 1,5? Si 1,5, ore, pëse 2 metra jam? Kjo vjen deri të barku im, deri të stomaku. Ti e 1,88. Pa, e di këti? Po. E morë vesh ndjekësa të sa i gjatë, ja. 1,68. Pataka. Me gjithë çorape. Po vendos këtë. Vendosim të gjën. Këto bëjnë qik zhurëm se është hekur ky. Por shqyr që zjeri po flet e dhoma tjetër. Të dhoma vetë më sakt. Kjo do jetë pjesa poshtë, që do vjet kështu. Kështu. Tani, edhe këto po vendos bazamentin poshtë. Një sekund. Vendos edhe këtë. 2 copë. Tani është kjo, janë 2 si këto. Më duket se kjo është këtu. O, kjo është pjesa sipër. Apo, se di fare. Kjo po është pjesa sipër. Se pjesa poshtë do t'jetë kjo. Po. Pjesa poshtë, prit, është kështu. Nuk duket se është dhe zezë kjo. Vendoset këtu në mes. Vendos apo? Ja, u zjatë një qikë. Apo jo. Prape vogël që ka. Hajde s'ka gjë. Se 2 rroba do mbaj sa për të bërë videon. Se unë s'do mbaj rrobat këtu, se këto bëhen dhe me plura kur janë jashtë. Sidomos në balkon. Edhe këta po vendos të kjo. Kështu. Okej, kaq është dhe kaq do mbaj rroba. Më doli një tepër apo jo? Ka rënë gjë një hekur aty poshtë, Angelo? Po, ja ka rënë është këtu. Po. E pash vetë. Të fyet aty dhe pash vetë.
të qeshti, si lent aty. Kjo është pjesa poshtë, edhe ka vetëm 2 shufra që do mbaj në një palë këpuc, ose taka, apo këpucë taka, ja? Që qëtë këpuca? Atlete? Po. Apo dhe taka? Jo, s'më do mene t'jenë dhe takat. E prisha. Kush do ta mbaj një qifte? Unë jo. Se ta montoj prap. T'ishte mami jote Angelo do m'bimonte tani. Pjej që sesh. Edhe këtë dhe mbaj roba. Kjo s'mban fare, kjo s'mban veten do mbaj robat e mia. Sa lek ishte kjo, di që ti? Se di. Më duket se 8 euro e bleva. Ose s'më kujtojt mësa. Prit. Ja. E montova. Që ke shtremt kjo? E që shtremt, Angelo? Po bajnë që e ke vend në ty poshtë. A e ke vend drejt poshtë. Këtu jo, më duket. Pasaj na e që për mban t'i shtram të duket e, po ullën top. Aftin e montova, kjo është dhe rrugica që do vendos aty. është kështu në ngjyrë, që ngjyrë është kjo? Gri, si gri duket ose bezh, por që shkon me pllakat, si pllakat këtu janë bezhe hapur. Këto janë ngjitsa për të mbajtur kokat e perdes, do t'i ngjis sipër, sepse nuk mund të çpoja me trapan në këtë vendin këtu, sepse është balkon edhe nuk mban duket. Apo mban. Edhe po mendoja të për këto. Kjo është ngjitës shumë i fortë, ngjitet aty në mur, edhe hapet kjo gjëja, vendoset shufra kështu, edhe ja. Edhe mban perde, ato perde s'peshojnë fare sepse janë tyll aty, tregoj tani. Këtu janë një pako, 2, 3. Kemi 3 pako nga këto që do t'i vendos. Perdet janë këto. Kjo dhe kjo. Janë të bardha, shumë të thjeshta, ngjajnë shumë tuar. Kështu këtu si janë, por që ishin 2 copa aty brenda të kjo qisje, i bie 2, 4. Sa i bie janë? Janë 6 perde. Janë kështu shumë të thjeshta. Por këtu do bjet shufra, këtu brenda të kjo, dhe krijohet vetë pjesa e rrodhës kështu. Madje unë po mendoja që t'i ekurosja tani sa nuk është zgjuar zjarri akoma, sepse nuk kam çfarë të bëj tani dhe do shfrytëzoj kohën, sepse zjarri mund të zgjatë për gjysmë ore, mendoj se i mbaroj për gjysore. Se ato janë të thjeshta. Janë të drejta edhe nuk kanë gjëra kështu të vogla që të pengojnë. Tjetër do ju tregoja edhe këto qirin që i kam marrë për të vendosur te tavolina. Shkani sa bukur. Bëhe kanë shumë dritë. Prit se kam 2, edhe një këtu 3. Po kryzba? Dale, ja. Do t'i vendosë tavolina edhe të duken shumë bukur. Por janë kështu qirinj pazarar këta. Nuk na merr gjë flak me këta, kështu që jemi të sigurt. Prandaj doja mund t'i mbaj ndezur sa të dua, edhe ndroj baterit këtu poshtë. Edhe këta në temë i kam marrë. Që do ju tregoja tjetër, janë edhe këto varset e zeza. Janë 10 këto. Më bëra rëmuj këtu, por do t'i rregulloj së shpejt. Këta janë edhe varset.
Këto janë edhe varset, i kam marrë të zeza sepse dhe raftin e mora të zi. Edhe kurse këto janë kapse që mund t'ja vendos këtyre dhe të varë gjinse ose fundet. Ja ta provoj një herë. Të marrë 2 copë. Njërë më duke si kapse këshu rrobash mua këto, po. Këto rrobash janë, por që si bet kjo. Apo këshu. Dija këshu nga ato rrobat që nderë në tel. Ja. Mund të kapim gjinset këtu për shembull. Edhe var atje tek ajo gjëja që sapo montova, se s'ja di emrin që quhet. Tani do t'ju tregoj vendin bosh që kam aty. Veç do t'a laj pak, do laj pllaka domethënë, edhe do shkoj tek kurosperdet. Edhe mendoj se në mëngjes do ju tregoj, sepse dua që të shikoni dhe pjesën e balkonit se si duket me ditë. Dhe në mëngjes do ju tregoj përfundimin. Kjo është edhe një lule natyrale që unë e bleva para 2 ditësh. Edhe do t'a lë këtu. Kështu duket edhe ambienti që unë do rregulloj. Edhe tani do më duhet të laj pak pllakat edhe të fshi, sepse ka plura. Kështu duket edhe pjesa e rregulluar, vetëm se do të montojmë pak perdet. Edhe do dalë shumë bukur. Kam vënë këto të dyja këtu, sepse më kombinoheshin me këtë tapetin që unë e kisha në shtëpi, edhe me këtë gjën si kasht. Kam vënë një pasqyrë, lulen, edhe këtu do varë rrobat e mia që do ndrohem gjatë kohës kur bëj video për Reels në Instagram. Mendoj se ka dalë shumë bukur. Si është jashtë është duke rënë shi, por e di që drita është shumë e bukur kur del dielli, sepse është dritë natyrale dhe video do dalin shumë bukur. Tani erdhëm dhe në përfundim të videos, dhe nëse dëshironi të më bëni follow në Instagram dhe për të parë të gjitha reelsat e mi që të bëj me veshje të ndryshme. Ju puth fort të gjithë dhe shifemi në videon e radhës.